Të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame, kemi ardhur në pjesën e dytë të programit Jeta me Kur'an dhe ju përshëndesim të gjithëve me selamu aleikum, duke ju dëshiruar dëgjim të këndshëm në këtë emision të radhës që po e realizojmë së bashku me profesor Dr. Hafez Hajreddin Hoxha. Pjesa e dytë e programit ka të bëjë do të përmbajtja e kësaj pjese është s'ka kush pos Allahut që na shpëton. Kështu është titulluar pjesa e dytë e këtij emisioni të sëntëm që do të vazhdojmë së bashku me profesor Dr. Hafez Hajreddin Hoxha. Por paraprakisht para se të vazhdojmë me pjesën e dytë, ju riinformoj edhe një herë që pyetjet tuaja do të keni mundësi t'i drejtoni në +383 44 88 698 në Viber e WhatsApp, ndërsa adresa e Skype-it është Radio Dituria Islame. Ne pa humbur kohë, kalojmë një herë fjalën tek doktori për të vazhduar në pjesën e dytë të programit. Faleminderit moderator, selamun aleikum rahmetullahi, ju përshëndes edhe një herë të gjithëve. E mirë se vini këtë bafqe të Koranit. Po do më shpreh bafqe, do me thënë këtë fushë të bukur të Koranit, që na kënaq shpirtrat edhe kokat. Allah inshallah ju kënaq edhe ju edhe neve, se Zatën nuk ka shpëtim tjetër nëse lypim dikun shërim, nuk ka shpëtim tjetër. Pjesa e dytë, Allahu i vetmi është ai i cili që na nxjerr prej krizave. Në shumë ajete kuranore, Allahu xhaleshanuhu këtë e konfirmon. Ajetin që keni para suret Yunus numër 107, edhe njerë kërkoj falje sonte për mos lexim se sistemi nuk është në dorë sonte i po. Nëse Perëndia të sjell ndonjë dëm, shifni, ndonjë të keq. Arabisht është përmend dur, diçka i vjen, diçka një zarar i madh. Zatën fjala zarar është për arabishtes. Është darar, është me dë, darar, zarar të gjatë kohës dhe thëtë Osmanive, është përdorë zarar, e kjo në darar. E originali, dur, do me thonë një dërsht i madh, një problem i madh, një dëm i madh. Nëse të bjen, nëse të si, askush nuk mund të largoj atë keqe, atë dëm përveç ti. Kush është përveç ti? Allahu Gjelle Gjelalu. Këtu është ai dhe me thonë tash tematika jo. Edhe ajeti që vijon në faqen e dytë, apo slajdin e dytë, po shtu thot Allahu, nëse Perëndia të sjell ndonjë dëm, askush nuk mund të largoj atë përveç tij. Dhe me thonë, tani këtu ndryshojnë dhe me thonë stilet ajeteve, shprehjet ajeteve, për qëllimit është këtu ajeti surët Al-An'am 117-18, edhe ajeti surët Yunus 107. Surat Al-An'am 17-18, Yunus 107. Kësa ajete, aspektin tematik, nëse futëm me komentimin tematik, ka mjaft. Me teprica do të thot, me komentime tjera, edhe me shtojca do të thot, mirë po, esenca o këto. Kush tyje o njeri të shpëton, ta sjell shëndetin, ta sjell të mirën, ta sjell rahatin, ta sjell forcën, ta sjell lumturinë, ta sjell bereqetin, ta sjell evladin e hajrit, ta sjell pasurinë, ta sjell diturinë. Kush tyje përveç Allahut mund me t'i dhënë këta? Kjo është një pyetje e madhe, po drejtohem me këtë pyetje tër intelektualëve, tër shkencëtarëve, tër akademikëve, tër hoxhallarëve, hafizllarëve, haxhilerëve, e motrave vëllezërve me profesionet të ndryshme. Kush është ai i cili mundet me ta sjell një të mirë ose me ta largu një të keqe nëse të ka plan. Tani, dëgjoni mirë, jeni kujdes. Vetëm pak me raste do t'i përmendim disa emra gjatë historisë njerëzore, që ata s'kanë mbujt asgjë më bë për veten e tyre, edhe na këto jemi. Nëse kthehemi gjatë historisë njerëzore, që nga koha e Ademit alayhis salam, e pejgamberëve, e zulluqarëve, perandorive të kohën bizantine, kohën
perandërisë persiane, indiane, kineze, po, pastaj kohën e nazistave, të thënë Hitlerit, e Bashkimit Sovjetik, Stalinit, e Leninit, pastaj Miloševićit, pastaj mos dalim në Amerikën, në Evropë, shteteve të ndryshme me emra mi përmend, mos përmendim. Sa e sa zullumqar, apo sa e sa diktator, e sa kryetar, perandor, ata pitajnë perandor, po, mbretër, e princa, kanë ekzistu, e pse nuk e kanë nalë, dhe të thot jetën e tyre mos me vdek, tër pasurin në atë kohë që kanë pas ata, e kanë pas disponim, mjekët më të mirë e kanë pas në disponim, luksin më të mirë e kanë pas në disponim, shfrenimin moral e kanë pas në disponim, shfrenimin ekonomik dhe financiar, korruptum, sa dusht, në pikë fundit, pse ata nuk mundën me shtyje gjelin e tyre atë damin e vdekjes nëse bën me tha, apo pleqnin që i ka kaplu ata, pse nuk e shpëtun vetë? Pse? Kjo të regon që ti o ti njeri, ve khuliqa l'insanu dhaifa, ti je dhaif. Zaif, originali kësa fjallë zaif, është arabisht dhaif, me dat, apetën si zarari, si darar, zarar. Zaif, dhaif. Njeri unë kriju zaif, o zaif, o zaif, o quqan, o ti njeri. Po flasë me terminologjinë njeri, ti me gjithmonë, të gjithë futëm i këtë. Ej, mi zaif, të datë. Ve khuliqa ve kane l'insanu ajula. Njeri është ngutshëm. Inna l'insane khuliqa halua. Njeri është, të thëmi, shumë i çuditshëm, shumë nervoz. Këta janë termet që i ka përdor Kurani me tregu dobësinë e njeriut dhe vazhdimsinë e Allahut që lëshanu që është i vetmi. Prandaj nëse të vjen ndonjë e keqe, wa yamsaska Allahu bi dhurr, fala kashifa lahu illa hu. S'ka kush që e ka pakun e atij dami përveç Allahut. S'ka kush. A peshini tani që nga katorë që i përmendëm, edhe tani këtë kohë. Ku jenë shtetet superfuqi, ku jenë kryetarët superfuqi, ku jenë krye ministrat e shumë shteteve, e ku jenë krye ministrat shëndetësisë që vetë jenë smua, vetë jenë izolua, vetë jenë mbyll, vetë jenë dobësua, edhe vetë jenë çoradit dhe nuk po dinë çka me bë. Këta janë shenjat e kiametit. Mos harroni. Këta janë dërsa shenja, Allahu xhaleshanu në surët El-Hajj, ja ayuhan nas, Allah bismillahirrahmanirrahim, ja ayuhan nas taqu rabbakum, o ju njerëz, frikojuni Allah, që jo vetëm musliman. Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Dridhja atij momentit ku ka mudrit, ku ka mushkatru krejt, shumë e madhe. Është shumë e madhe, shumë është pa përshkruar, por nuk mundemi me kuptu. Një tërmet i vogël 5 pikë shkallë, 6 pikë, 5, 4 pikë, 5, jashtë për ikim për nga fikës. Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Nga ajo frika asaj dite, yawma tarawna tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Çdo gjallës, çdo nan, çdo kafë, çau kanë duke, vllon gjin, do të thotë foshnjës ti, bebës ti. Miqi ti, çka ka pas? Nga frika ka milon foshnjët e tyre nanat, e kafshët kanë më largu nga do thot nga të pjellurat e tyre, do thot nga se më u shpreh, do thot ka frika. تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. Çdo gjë që ka 7 zana atë kohë, shumë nga ana njerëzore, 7 zore ka me abortu nga frika, wa tara an-nas sukara, këto më thash. Dhe i shef njerëzit në atë ditë si në pim, si intoksinon do të pim nga alkooli. I shef si të pjaft. Wa ma hum bisukara. Ata nuk janë në pit. Walakin adhab Allahi shedid. Mirë po dënimi i Zotit është shumë. Sot, jemi të pa botën, jem të sjell si pit. Si para kiametit, nuk po din çka me bë.
universitetet, profesorat, doktorat, laboratorët, fondet për hulumtime shkencore, për çmimin Nobel i shkencëtarëve, e matematikëve, fizicianëve të ndryshëm, të kemistëve të ndryshëm, biologëve të ndryshëm, nuk po janë gjendje me shpëtu njerëzimin. Gjynabra po të vinë që shtu mu pështjell kretë me kese në bon si ku ti mështjellim ata kazanat me turshi, mos mu prishe, mos me hi bakteria, mos mi dal lera, runa zët bre çka u bon, ku jenë njerëzit, ku janë shkolla, ku jenë pasuria, ku jenë bombat atomike, ku jenë raketat, ku jenë aeroplanat, ku është forca atyre, ku është krenimi tyre, ku është frenimi tyre, ku është alkoholi tyre që po jenë krenu, ku jenë drogat e tyre, ku jenë pasurit e tyre, ku jenë sulmet, zullumet e tyre, ku jenë ata zullumqartësat, ku jenë ata me shpëtu vetë. Prandaj, mësoni, mos harroni, o ju njerëz, nëse ju vjen dënje e keqe, dënje bela, dënje qeder në krye, fetar pa fetar, laik jo laik, të gjithë, musliman jo musliman, s'ka kush që e largon pas Allah. Bindemi në këtë. Ajetet shumë kanë këtë aspekt. Shumë. Prandaj, sa herë dëngalja, telashja, smuja, problemi, o zot bre, unë jam rabi yti. Ti e ki qua, ti ma ek. O Allah, çdo qeliz këtë trup temin, çdo qeliz me miliarda qeliza që i ka truni, mishi, kocat e krejt, punon me emnin tënd. Ti i din krejt ata me emra. Dhe u adin funksionin e tyre. Të gjithë ata punin me bismillah, dhe të gjithë ndalen me bismillah, me emnin tënd. O Zot, ndorë tënde jam. Kështu kërkohet nga njerëzia. Kështu kërkohet nga njerëzia dhe me thonë më kuptu njerë se s'ka më njeri që të ngjetë ty. Sa ku qesin mjek ma të s'ka më baba nëna, vetëm Allahu edhe inshallah bereqeti i ilaçeve edhe suksesi i operacionit. Prandaj, kjo pjesa e dytë, këtë realitet deshti në këtë emision më vërtetu se çdo e keqe që ka na vjen s'ka kush që na largon përveç Allahut xhaleshan. Po do më vërtetu këtë vetëm. Kur e kanë bën mend të burgosurit e Amerikës, e Anglisë, lajmet e deshit të BBC, Fox News, Anglisë, po urni mbi 4000 inmate, i thënë anglisht inmate të burgosur me dal nga burg, ushtrirua. Në Amerikë me mje shkaku pas infektimit apo rasteve që në infektu në burg. Kur ka bën mena i burgosurit cili aty u ka prej burgu për jetë, për ymër, 10 vjet, 20 vjet, 15, 30, kur mos me dal për qilis, a ka bën mena në herë që i vjen koha, Allah e thot ati dil kripot. La ilaha illallah. Ata, nuk ka koment bre tu, nuk ka koment. Domi i burgit i ka ra për me ta, ky ajet i Koranit, apo këto ajetet, sot ma ata, të gjithë ata do të më musliman, shif. Ata me falenderu Allah më zileshanu, tamam hakin me adha, falenderimi që jenë shkëpët kuj burgit, do të Allah me falenderu dhe krejt më musliman. Krejt më musliman. Vala. Sa jetën në Koranit hak, wa in yamsas Allah bi durr, nëse të angjetë zotit ty një të keqë. S'ka kush përveçati. Hazreti Jusufin. Po, edhe gjallar të hershëm që kanë fërë. Më herët në ligjerata. Po. Prandaj, Allah i vetëm është, Allah tije, a i cili mund nëzirë nga kriza. Shpirtërore, ekonomike, psiqike, familjare, po, duke na të lutë Allah xhaleshan të kërë. Vetëm ati. Të mbareme ka pjesën e dytë, shifëm i pjesën e tretë dhe të fundit, Allahu xhaleshan në ndihmos, Allah në nëzirë nga çdo krizë, Allah në i hapt zemrat tona dhe kokat tona me kuptua këtë realitet. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Faleminderit shumë doktore edhe për këtë pjesë të dytë të programit. E të nderuar dëgjues, ne do të bëjmë edhe një pauzë të shkurtër, para të shkurtër me ilahi për të rikthyer në pjesën e tretë të këtij emisioni.
Ko pas kohë mira po prej tyre ti dallove, ullun azmin me shumë vler, shumë na bonen der, po prej tyre